Jam Ilmi Gashe, përfaqësuesi trafikut urban, jam kryetari i shoqatës sindikale trafikut urban. Punëtorët e trafikut urban fillimisht ju kërkojmë ndjes qytetarëve të Prishtinës. Gjithë qytetarëve të Prishtinës që e kanë të shfrytzuar transportin publik, ku është pjesë e trafikut urban, edhe sektorit privat që është në kuadër kontratës kontraktuale me trafikun urban në komunë, ju kërkojmë ndjes në emër tyne do të flasim me përfaqësuesit e tyne. Për trafikun urban, për sektorin e trafikut urban së kompaninë publike, ju kërkoj ndjes veçanërisht. Ju lutem më na fal për që s'po mujmë kry shërbimet publike. Ndaj jush për mungesë të reflektimit të komunës ku ajo është e bazuar me të drejtë në bazë kontraktuale është bashkëli i trafikut urban. Shuma e borxhit është 3.200.000 euro. Në momentin që dje Ministria i ka alokuar ditën e premte, i ka alokuar 3.2 milion. Pjesë e komunës, komuna i ka alokuar për trafikun urban 680.000 euro. Nuk janë pjesë e asaj që mbulojmë shpenzimet e naftit që i kemi bërsh 1 milion. I kemi 800.000 euro borxh punëtorëve për 2 rruga. 100.000 euro për na shkputet kontrata me për sigurimin shtetëror pse i kemi mungesë borxh 100.000 euro. Këto ju lutem janë 1.600.000 euro borxh. Komuna nuk po reflekton. Komuna na detyron neve kinse ministria nuk i ka alokuar parat për mbarvajtjen e këtyre krej. Neve djeshim ministri, takum ministrin 1 orë 40 minuta me kryetarët e shoqatave private. Bashkë ishëm aty kontaktu me ta, ata u zotun se nëse komuna, asambleja komunale, bëhet edhe nxjerr një vendim për bartjen e të hyrave vetanake për vitin 2024, në momentin që nxjerr vendimin edhe ja përcjell ministrisë, në atë moment ministria është e gatshme me aloku parat. Ky vendim deri tash nuk ka ndodhur. Pjesa sektorit privat janë dëmtuar, edhe këta kanë bërë shumë si për të hyra të punëtorëve, si për borxhet e këtyne të tjera karburantëve. Na jemi bashkë kompania transporti publik, sikur publik, trafiku urban, sikur shoqatat private. Ju lutem thrasim komunën e Prishtinës, pikërisht kryetarin në del para mosës. Na jena punëtorët bazë të statusit, punëtorët llogaritmi sikur punëtorët komunës. E drejtë e jonja është me lyp përgjegjësinë aty. Kryetari ku shkon e bën zgjidhjen e çel derën edhe i hop për neve në ta merr atë përgjegjësi kryetari. Na jem ata mu bashku çdo ku lypet nevoja për me marrë të drejtën tonë. Prapë, po thëmë, fund fare, ju kërkoj prapë ndjes qytetarëve. Ndjesa është jashtëzakonisht jashtëmos, njihemi keq që s'po mujmë me shfrytzu transportin publik. Faleminderit për këto edhe juve media që po jeni para përcjellin në neve këto. Zot Ilmi, në fakt një pyetje që po çarkullon opinionin publik, ju dje tha që nuk kemi naftë. Sot gjithë këta autobusa po thonë ka marrë naftin. E kena marrë parat për shoferëve, kena mbulu para. Me tyra vetanake. Zotni, nafti prej atje. Pyetja që nuk i përkon kësajna, nafti pjati me 2 km. 2 km nuk është naftë që shpenzon. Nafti vjen autobusi me qarkullu 24 orë. Autobusat tonë punojnë ndrendrime, deri në ora 12 natës, është nisjet e fundit për qytetet, edhe kthimi bëhet në ora 1:30 në bazë. Deri atëherë duhet ka në secili autobus e ka kostën ka 150 litra, 200 litra naftë me shpenzuar brenda ditës. 51 autobusa janë 10.000 litra naftë. E ka arrit shumën 1 milion euro, neve nash ndërprej kontrata, ne ka bloku kontratën për shkak borxhit që i kemi 1 milion. 680.000 janë aloku, nuk janë parat mjaftueshme. Nuk dim ku t'i shpenzojmë ato parë. Atje alokojmë atje, atje marrim këtej, atje japim punëtorë. Si thoni juve për këtë pyetje? Pas takimit me zotin Hekurana, po të ndonjë kontakt me zotin përparim, dje ishte krahte, edhe tha do të jem gjithmonë me juve. Po, në krah, ai ka dorë në krah. Po në krahu më i madh për neve është me dorë kryetari me na dhënë neve parat. Edhe sikur parat veta në pas për shumës me na aloku na kena me dorë po punë. Në momentin që alokohet parat, alokojnë trafikut urban, punëtorët e trafikut urban kanë me dorë me punu. Besoj që edhe kompanitë publike kanë me dorë me punu. Besoj, janë përfaqësues që dëshpërejnë, po besoj që sikur kompani publike, transport publik, kemë dorë bashkarisht me punu, në ato momente që të mbulojmë, edhe nëse s'kan gjitha mjetet me mbulu, të paktën mjetet për gjenerimin e naftës, edhe për gjenerimin e pagave të punëtorëve që janë të mbajtur. Këta bile kanë marrë para për me mbajtur punëtorin në këtë gjendje ku jem tash. Është e keqen këtë gjendje që na keni kohë për këtë pyetje. Kish me qenë më mirë situata me kanë qetë, po gjendja është e jashtëzakonshme, kështu që kërkoj ndjes edhe për juve nëse nuk pyetemi në pyetjet adekuate nuk me përgjigjemi. Në orën 11 sot do të ndërpresim protestën. Forma e organizimit nesër do të ndronë. Po merr karakter politik kjo protesta jonë, që s'ka zero është politik në këtë protestë. Kështu që
në të ardhëm nga nesër do të majmë protestën këtu në mes Severisë dhe komunës, edhe presëm punën do të vazhdojmë atëherë kur citën mjetët për 5 muaj. Të na është borxhi më i madh i komunës për muaj më shumë se të këta, dhe më thonë të këta kanë fillu më vonë, jemi në gjendje shumë të rëndë. Tatimet i kem pagu shtetit, dhe më thonë është përgjegjësia edhe shtetit. Tatimet i kem pagu me tarna personale tonat, familjare, kurse naftin edhe pagat i kem bërë qysh për muajt maj. Kështu që nuk ka karakter politik, nuk do me dhonë karakter politik kësaj proteste, se zero politik në këtë protest. Ju kisha lutë, kërkej falje shumë edhe dhone prej udhëtarëve, se detyra jone është me bajt udhëtarët, jo me nejtë këtu, po në pamëndësi. E kem të pamëndshme me vazhdu edhe nështë një ditë. Kështu që protesta përfundon vetëm kur të bëjmë shlyrën e borse të furnizuesve me naftë, atëherë fillojnë ata me lëshu naftë, me në dhënë naftë. Kështu që nëse ka diçka dhe ma tepër mundet me folë Avdyl. Në rregull. Avdyl Brejshori, antar... Po. Pjesën tjetër. Avdyl Brejshori, antar i kryesisë shoqatës Unitrans, përfaqësues i shoqatës. Vezdeshta këtu me shtue, marë parasysh se protesta dëmon përfundon në orën 11, ky organizim që ka qenë, ne dëmon largohemi ecëm në për shtëpia, ndërsa autobusat nuk dalin qarkullim pa u kry pagesa. Nuk ka mundësi, është alokuni një shumë e vogël simbolike që nuk i plotson dëmon kërkesat tona dhe nuk kem mundësi mi kry obligime ndaj furnitorëve tonë që me vazhdue me shërbim ndaj qytetarëve. Ju kërkoj shumë ndjes qytetarëve dhe i falenderoj për durimin që e kanë me keqare, po them, ne kishim pas dëshirë shumë shpejt mu kthye shërbim normalizim, po ja që nuk po mujna me has mirë kuptim dhe nuk po mujnë më marrë vesh institucionet nivellit qendror me nivelin lokal, mënyrë që më na i kry obligimet, vazhdojnë sa më shpejt mu kry kjo punë dhe ne mu stabilizu, mu normalizu gjithçka dhe me vazhdu tutje. Kështu që prej këtij momenti ju them edhe një herë qytetarëve le të kenë durim edhe paks se na duhet patjetër jemi detyruar me vazhdue këtë protestë qysh veç kena filluar. Para folçit folën më herët, i sharon gjitha, unë deshta vetëm këtij zotni sa i përket derivatit, ka 10 euro, do me thonë 20 euro i kemi për me ardhur deri këtu, nuk i na ardhur si jemi mu du këtu të jeshëm, a qysh jemi për ka bukuria, na jemi ardhur, do me thonë mjetet tona të cilat 6 muaj nuk i kena marrë, me na i aloku mjetet tona edhe mi shty borxhet që i kemi ndaj furnitorëve. Për ndryshe, sa i përket organizimi do me thonë do të jetë pak më ndryshe, do të ndryshon diçka, mirë po ne i kërkojmë ato që kemi punue, kemi dhënë ndjes edhe normal që jemi ata që marrin familje, sikur gjithë tjerë që marrin paga, edhe na do me thonë i kërkojmë ato që për me mbijetue. Kështu që kisha lutë të jemi konstruktiv, gjyra politike këtu nuk ka sa edhe paraforci. Na jemi ardhur krye këput, jemi ardhur për mjetët tona të cilat vetëm 6 muaj që si kemi marrë. As paga, as derivati domon që kemi bosh mi krye. Faleminderit për mirëkuptimin. Vazhdon protestat, vazhdojnë që folën edhe paraforci, protesta vazhdon. Tutjet shumë që do të reflektojnë dy, edhe qeveria, do më thonë edhe pjesa kjo kryetari komuna Knej. Tash të barë që qeveria, do më thonë 28 milion plus 10, grande 35 milion, ata si pas tyne 28 milion do të kenë tajtën në mbledhje që për bartin atyne mjetëve, ne po presim, shpresojmë se nuk është mirë, do më thonë gjithë udhëtarët, pasagjerë që kemi pas me prit këtë kohë, e na do më këtu me ardhë edhe më ballafaqohemi me këtë gjendje që ne këto se kemi prit, shpresoj që do të reflektojnë, do të marrim masa edhe të kryjmë obligimet që i kanë ndaj neve. Kështu që na i marrim ato tollat, fillojmë me punue e kështu të kënaqen edhe na edhe qytetarët. Edhe qytetarëve kërkojmë ndjes, kërkojmë falje për tyne që kemi marrë një gjendje. Nuk ka qenë dëshire jona. Faleminderit, mos e zgjatemi më shumë se vetëm po përfundojnë se edhe në ora 11 do më në kemi përfundojnë do zenë. Deshta vetëm këti kolegët prej shoqatës sindikale të privatnikëve që protesta
nuk do të mbohet këtu nesër, nuk do të vazhdon këtu, do të vazhdon në oborrin e komunës. Pse? Na nuk kemi me qeverin kontratë, nuk kemi punë me qeverin, na kemi punë me komunën. Na jemi punëtor të komunës, kështu që vetëm e kisha lutë kolegun që në bord komunës, para komunës të vazhdon protesta. Kur që tjetër s'kem, komuna neve i alokon të mjetet financiare edhe na vazhdojmë punën. Kaq. Edhe kisha lutë masën që mos të rrim këtu, po të rrim në obor të komunës.